e keqja banale e kombit jeni ju. Në përputhje me vendimin e Komisionit të Ligjeve të këtij, çfarë është ky e merrni vesh ju vetë? Ne bëm shkresën tërheqim të gjitha firmat. Ligji thot firmat janë deri në momentin e mbështetjes. Nga momenti i mbështetjes, kjo histori ka marrë fund. Në listën e kandidaturave janë 26 kandidatura, por sigurisht aty ndodhet dhe lepuri i Surelit, në këtë rast Endri Shabani. Dëgjova tallje, njëri fliste për Lepuj, po hyt ke Lepujt, duhet flisni edhe për Zagarët, sepse Lepuri në prit e qit Zagari. Ju, t'ju them të drejtën, mua më vjen keq që ju talleni me një të persekutuar politik si Besim Drejgjoni. Keni vite me radhë që e gënjeni, sepse të gjithë e dini që Besim Drejgjoni nuk zgjidhet dot në atë institucion se nuk e le ligji se ka mbushur 70 vjeç. Po, patjetër. Ky zotëria duhet dali për jashtë, unë e ndërpres fjalën derisa të xhirni për jashtë zotërin. Pse i dha 316 firma për 10 kandidat? Se kjo është pyetja. U detyroi kush me zor që të firmosnit? Jo, mos e ngatroni kekun me byrekun. Se ndryshe do bëni këto gabime që bëni këtu. Ju doni të avanconi me një kandidat që në vlerësimin tim është një shëmti politike. Lepuri that, po këta kush janë? Ne jemi këta. Nën kryetari i partisë, që është këtu. Ne jemi antarët e kryesisë që janë këtu. Ne kemi firmosur për këta. Se kur të fyej ky i vetmi flamur që nuk di kur është ngritur flamuri, të fyej ky është fundi botës. Si tha, këta tha i ka bindur Ervin Saliani. Sot nga kjo sallë do dalim duke me avokat popull Endri Shabanin, me firmat e PD-s dhe me votat e PS-s.